Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Sonte në mbrëmje finalja e Ferma VIP në ekranin e Vision Plus do të kurorëzohet fituesi i edicionit të tretë. 5 konkurrentët janë në garë për çmimin e madh. Në kulmin e debatit për zvërnecën, ambasada amerikane kërkon rregulla për investimet. E ngarkuara me punë Van Horn thotë se sipërmarrësit kërkojnë garanci. Edi Rama reagon pas bllokimit të rrugës së Rinasit, thosë se do të dëmtohet imazhi i Shqipërisë nga mendjet të liga që përdorin protestën për shfaqje ekstremiste. Gjendet i vrarë me armë zjarri në automjetin e tij 45 vjeçari në Mirdit, ngjarja ndyshohet të ketë ndodhur për hakmarrje për një krim të disa viteve më parë. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Sot e gjithë vëmendja do të jetë në ekranin e Vision Plus për finalen e madhe të Ferma VIP. Spektakli më i ndjekur do të mbajë mbërthyer publiku në një natë magjike që do të kurorëzohet me fituesin e edicionit të tretë. Në garë për çmimin e madh janë Moza Ahmeti, Soni Malaj, Vis Pupa, DJ Bujaka dhe Ilir Shaqiri. Pas javësh emocione, sfida të forta, aleanca, përplasje dhe histori që kanë mbajtur të mbërthyer publikun shqiptar, Ferma VIP 3 mbërrin sonte në kulmin e saj. Në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus do të transmetohet finalja e madhe e spektaklit më të ndjekur të momentit në ndërtimin e Arbana Osmanit dhe prodhimin e Vita Production. Pas një rrugëtimi të gjatë e plot surpriza, 5 emra kanë mbërritur në garë për çmimin e madh. Poetja Moza Ahmeti, balerini Ilir Shaqiri, këngëtarja Soni Malaj, DJ Bujaka dhe aktori Vis Pupa janë finalistët që sonte do të përballen me verdiktin përfundimtar të publikut. Secili për tyre ka shkruar histori brenda Fermës. Moza Ahmeti me karakterin e saj të veçantë dhe debatet që kanë dominuar sezonin. Ilir Shaqiri, një nga lojtarët më strategjik dhe më të komentuar. Soni Malaj, që arriti të fitojë zemrat e publikut me qetësinë dhe forcën e saj. DJ Bujaka, surpriza i këtij edicioni që siguroi mbështetjen masive nga publiku. Dhe Vis Pupa, i cili me humorin, energjinë dhe qetësinë e tij arriti të sigurojë një vend mes më të mirëve. Mbrëmja e sotme pritet të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm, i mbushur me emocione, surpriza, rikthime të ishfermerëve, momente të paharrueshme dhe një bilanc të plot të një sezoni që ka thyer rekorde diskutimesh dhe shikueshmërie. Të gjithë ishfermerët do të mbledhen për të përjetuar së bashku natën më të rëndësishme të këtij edicioni e për të pritur kështu se kush meriton të ngrejë trofeun e Ferma VIP 3. Për të mos harruar rolin deciziv që do të luajë publiku në fatin e 5 finalistëve në rrugën drejt fitores. E deri në orën 21, emocionet mbeten të hapura dhe gara vazhdon. E ngarkuara me punë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn kërkoi rregulla të qarta për investimet e huaja. Diplomatja e lartë nënvizoi se sipërmarrësit kanë nevojë për besim se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorët që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla. Në mes të debatit për projektet e familjarëve të presidentit amerikan Donald Trump në Sazan dhe Zvërnec, ambasada amerikane në Shqipëri dhe ministri Adelina Ibrahimaj prezantuan mekanizmin shqiptar për shpërtimin e investimeve të huaja direkte, që do të mundësojë më shumë siguri për investitorët dhe mbrojtje të sektorëve strategjik. E ngarkuara me punë e SBA-s në Shqipëri, Nancy Van Horn theksoi se investitorët e huaj, përfshirë dhe ata amerikan, kanë nevojë për rregulla loje të qarta për të ardhur në vend për investim. Kompanitë amerikane janë këtu në energji dhe ndërtim si dhe në teknologji dhe më shumë investitorë të tjerë po presin të vinë, por ata kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorët që nuk luajnë sipas të njëjtave rregulla. Kur presidenti Trump lajmëroi politikën për investimet amerikane vitin e shkuar, ai theksoi një princip të thjeshtë. Të mirëpresim investimet që sjellin rritje ekonomike, duke u siguruar që infrastruktura kritike dhe sektorët strategjik mbeten të sigurt. Investimet në Shqipëri janë të ndërtuara mbi atë princip. SBA do të vijojnë të mbështesin Shqipërinë përgjatë këtij procesi. Ky mekanizëm është dizajnuar për t'u mbrojtur. Sot jemi edhe në një kontekst i cili është pak i turbulluar në drejtim të investimeve në këto sektor dhe është pikërisht
janë pikërisht instrumentat të tillë, si ky që do prezantojmë sot, që jo vetëm garantojnë që investitorët të vazhdojnë të vinë në Shqipëri, por dhe garantojnë që investitorët të cilësisë së lartë vinë në Shqipëri dhe që kanë një ambient të besueshëm dhe kontribuojnë në sigurinë, siç thash, ekonomike të vendit tonë. Drejtori ekzekutiv i Dhomës Amerikane në Shqipëri, Neritan Mullaj, theksoi se mekanizmi shqiptar për shqyrtimin e investimeve të huaja nuk synon kufizimin e investimeve, por është një mjet rregullator për të siguruar një ambient me rregulla të qarta dhe transparente. Kryeministri Rama dënoi bllokimin e rrugës drejt Rinasit nga qytetarët, duke thënë se ky akt tregon degradimin e protestës. Sipas tij, mendjet e liga po i përdorin tubimet për shfaqje ekstremiste, duke nxitur bullizimin. Rama deklaroi se marshimi në rrugë po dëmton edhe imazhin e vendit si edhe sezonin turistik. Bllokimi i rrugës drejt Rinasit nga protestuesit mbrëmjen e së dielës, duke penguar lëvizjen e automjeteve, solli reagimin e kryeministrit Edi Rama. Në një postim në rrjetin social X, kreu i qeverisë thotë se protesta nuk ka më lidhje tashmë me çështjen e Zvërnecit dhe se protestuesit po përdoren nga të ashtu quajturat mendje të liga. Kjo protest që arrin e degradon në një turm të drejtuar nga mendjet e liga dhe duar të këqija drejt rrugës së aeroportit, duke bllokuar natën në rrugë mijëra njerëz në lëvizjen e tyre të lirë, ka brenda saj pikërisht atë të keqen e madhe të ekstremizmit që frymëzon bullizimin online dhe prishjen me pahir të ritmit të jetës së shumicës. Tubimet sipas kryeministrit po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në turizëm. Kjo protest po godet imazhin e Shqipërisë dhe sezonin turistik, duke ushqyer perceptimin negativ e të pavërtet të një vendi jo miqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Anullimet e rezervimeve të hoteleve dhe bllokimet e rrugëve paralajmërojnë një sezon jo pozitiv ekonomikisht për shumë familje e njerëz që kanë lidhje direkte apo indirekte me zinxhirin e vlerës së industrisë së turizmit. Në fund, kreu i qeverisë shpreh se qeveria dhe Partia Socialiste do të dalin fitues nga këto protesta, pasi do të nxjerrin mësimet nga pjesa e çiltër e protestës dhe do të shfaqen edhe më të fortë në skenën politike shqiptare. Sali Berisha tha këtë të hënë se kryeministri Rama po planifikon largimin e Belinda Ballukut nga Shqipëria. Sipas tij, Rama kërkon ta shpëtojë ish-zëvendës kryeministren nga arrestimi pas hetimeve të fundit të prokurorisë së posaçme. Nga Spaku i duhet të paraqitet për të firmosur detyrimin, Sali Berisha hodhi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Sipas tij, burime të sigurta e kanë informuar se Rama po përgatit arratinë e saj. Ajo është opozita e opozitës, është po të shkoj unë sa do që të them qytetar, po nuk po të bëj Edi Ramën, të them atë që s'është, unë jam partjak. Kjo është e vërteta dhe unë nuk duhet kur që ato ngjyra që i kanë dhënë qytetar t'ja prekë dhe s'ka, çdo demokrat aty është pas një simbol partjak. Kjo është protesta më paqësore, më e bukur që ka njohur Shqipëria. Po të mos kisha patur këto funksione, ditën natë do isha aty. Protestën 15 ditore të qytetarëve shqiptar, Berisha e përgëzon dhe thotë se zërat kundër tij janë të nxitura nga kryeministri. Ai thotë se nuk do t'i bashkohet protestës. E keni marrë vesh, po i përgatit lubis arratisjen, po i përgatit absolutisht lubis largimin në një shtet tjetër. Këte e kam nga burime të mirë informuara. Mendon se mos po i sjellin në një flet arresti tjetër nga Spaku dhe ajo të gdhijet në një shtet tjetër, diku tjetër. Apo përgatit dhe për vete ai këte, i garantoj që edhe mrapa diellit po të shkoj, do vi këtu t'jap llogari për krimet që ka kryer. Në fund, Berisha i bëri sërish thirrje demokratëve që t'i bashkohen qytetarëve në protesta. Largimi i deputetes Mariana Koçeku nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk ka sjell ende një qëndrim nga forca politike. Këtë të hënë, në mbledhjen e rutinë të grupit mazhoritar, u vure mungesa e përfaqësuese së qarkut të Shkodrës. Mësohet se socialistët janë shprehur se do të kenë një qëndrim për Koçekun pasi kjo e fundit tu komunikoi atyre edhe arsyen e largimit. Ndër të tjera, gjatë mbledhjes së cilas zgjati rreth 30 minuta, deputetët kanë marrë direktiva për seancën e ardhshme parlamentare, e cila do të zhvillohet ejnëtan.
Një 45 vjeçar është gjetur i pajet në makinën e tij vrarë me armë zjarri. Valter Leshi dyshohet të jetë ekzekutuar nën motivin e hakmarrjes, pasi 6 vjet më parë ai ka qenë i akuzuar për një vrasje në Rrëshen. Një ngjarje rënd kriminale ka tronditur mëngjesin e kësaj të hënë mirëditën, rreth orës 7:10 mëngjesit në fshatin Shkorret, përgjatë aksit rrugor Reps Spaç, është gjetur i vrarë me armë brenda automjetit të tij një 45 vjeçar. Viktima është identifikuar si Valter Leshi. Ai është punonjës i kompanisë së bazaltit në Spaç dhe në muajin mars, makinerisë së tonazhit të rënd të kompanisë që Leshi e drejtonte ju vendos tritol, por që nuk arriti të shpërthente. Leshi mësohet se ka marrë plumba në kokë dhe trup, ndërsa në vendngjarje janë gjetur 18 gëzhoja. Paraprakisht, vrasja mendohet se ka ndodhur për hakmarrje, pasi viktima ka qenë i skeduar për vrasjen e Anton Kelit në vitin 2020 në Rrëshen. Anton Keli rezulton se është i afërm i Armando Gjinit, edhe ky i ekzekutuar disa vite më parë në një sag të përgjakshme me një tjetër fis në Rrëshen. Ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe po punohet për administrimin e çdo prove që do t'i shërbejë hetimit me qëllim zbardhjen e plotë të ngjarjes. Mungesa e prokurorëve ishte shqetësimi kryesor që ngriti kreu i organit qendror të akuzës në Komisionin e Ligjeve. Gjatë raportimit, Olcian Çej lavuri në duke edhe faktin që afro gjysma e hetuesve janë të rinj dhe shpesh shfaqin probleme në cilësinë e ndjekjes penale. 10 vite pas miratimit reformës në drejtësi, organi akuzës vazhdon të vuajë mungesën e prokurorëve në sistem e numrin e lartë të dosjeve të mbartura për shkak të vakancave të krijuara si pasojë e shkarkimeve nga vettingu. Prokurori i përgjithshëm Olcian Çela raportoi para Komisionit të Ligjeve se aktualisht organi i akuzës funksionon me 70% kapacitetit e do duhen edhe disa vite për plotësimin e vakancave. Vakancat, të paktën në një projekcion që kam ose që ka shkolla e magjistraturës dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, besoj që në 2-3 vitet e ardhshme do të jetë, po themi, do të kemi organika pothuajse të plota. Sipas prokurorit përgjithshëm, plotësimi i vakancave ka sjellë një problem të ri në sistem, pasi aktualisht gjysma e prokurorëve janë të rinj sapo kanë përfunduar shkollën. Ka një tendencë që ne shohim për herë edhe më tepër të magjistratëve të rinj për të pasur një jetë të ndarë mes Tiranës, ku jetojnë dhe vendit të punës, që është diku në një rreth ku ata janë caktuar. Sipas Çelës, ky fenomen është shoqëruar me probleme në cilësinë e ndjekjes penale. Kjo u shoqërua edhe me një zbrazje të këtyre prokurorive nga prokurorët më me përvojë, çka krijoi probleme brenda këtyre zyrave, të cilat përbën sot tërësisht pothuajse ose në masë më të madhe nga prokurorë të rinj, që fillon normalisht të krijojë impakt në cilësinë e shërbimit për shkak të mungesës së përvojës që ata kanë në punë. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, prokurori i përgjithshëm ka prekur edhe çështjen e falsifikimit të dokumentave të pronave në Bregdet, që është vendosur në qendër të vëmendjes së publikut pas zhvillimeve në lidhje me investimin në Zvërnec, duke pranuar se në këtë aspekt ka vend për përmirësim. Kemi në fakt probleme me një pjesë të falsifikimeve të cilat lidhen me shumë vite përpara, të cilat janë parashkruara, por ajo që mundet të them edhe që tregon një vëmendje institucionale në drejtim të këtij fenomeni është që një pjesë e sekuestrimeve që ne kemi të aseteve lidhen pikërisht me asete që burojnë nga falsifikimi i dokumentave të pronave, sidomos në Bregdet. Në raport me krimin zgjedhor gjatë vitit 2025, i cili ishte vit elektoral, prokurori i përgjithshëm deklaroi se janë çuar në gjykat 14 raste me 30 pandehur. Komisioni i Ligjeve miratoi draftin përfundimtar për amnistin penale. Deputetët të rënë dakord të shtyn afatin për të gjithë ata që përfitojnë nga kjo amnisti, duke vendosur datën 31 maj të vitit 2026. Gjithashtu deputetët saktësuan se e drejta për të përfituar nga amnistia lidhet me momentin kur jepet vendimi formës së prerë, duke ndar nga momenti i zbardhjes së vendimit, i cili merret me shumë kohë për shkak të ngarkesës në gjykat. Amnistia parashikon që çdo gruaj dënuar me burgim deri në 4 vjet lirohet, çdo burri dënuar me burgim deri në 3 vjet lirohet. Gratë mbi 50 vjeç dhe burrat mbi 60 vjeç gjithashtu lirohen. Personat që kanë qenë të mitur kur kanë kryer krime lirohen. Pushohet hetimi për veprat penale që dënimin e kanë deri në 3 vjet, por nga amnistia nuk përfiton asnjë zyrtar i lartë dhe asnjë person që është në hetim nga SPAK apo është dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit.
Një aksident me pasojë vdekje në një burri ndodhi mëngjesin e kësaj të hënë në aksin rrugor Rëshen Reps në rrugën e Kombit. Një grua nga Kosova ka përplasur për vdekje një 46 vjeçar, i cili sapo kishte zbritur nga një autobus dhe po tentonte të kalonte në anën tjetër të autostradës. Si pasojë përplasjes, 46 vjeçari ka humbur jetën gjatë transportimit për në spital. Drejtuesi i automjetit ndërkohë u shoqërua në komisariat për kryerjen e veprimeve procedurale. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.